Përshëndetje të nderuar teleshikues, këtu drejt për drejt nga studiua numër 2 e televizionit Apollon në emisionin Kolazh. Duke marrë shkas edhe nga libri Figurat më të shquara të rrethit të Fierit, sot kemi të ftuar në emisionin Kolazh çiftin Gjerazi. Unë uroj mirëmbrëma dhe I falenderoj për ftesën. Mirëmbrëma dhe ju faleminderit. Përpara se unë të nis bisedën me ta, desha të lexoja disa faqe nga CV-ja e tyre. Tereza Kol Gjerazi ka lindur më 27 shkurt 1935. Është e bia e Koli dhe Regjina Shoshit, me origjinë nga Shkodra. Shkollën fillore dhe unike I kreu në Fier, ndërsa më pas përfundoi studimet në Liceun Artistik Dega Dramaturgji, me rezultate shumë të larta. Në aktivitetet artistike filloi të aktivizohej qysh në vitin 1945-46, fillimisht në grupin e baletit, ndërsa në vitin 1949 kaloi në grupin diletant të teatrit pranë Shtëpisë së Kulturës. Qysh në rolet e para në teatr, ajo demonstroi një talent të spikatur, çka bëri që menjëherë t'i besueshin rolet kryesore në shumë pjesë teatrale, drama e komedi, si Në Ngështenjat e Pragës, Rruga e Madhe, Punë Grash, Një ditë pushimi, Familja e Peshkatarit, Neemi qytetar sovjetik, Dega I Gjelbër, Pas vdekjes e shumë të tjera. Me krijimin e teatrit të estradës profesioniste në vitin 1956, ajo emërohet aktore profesioniste pranë kësaj trupe, dhe deri në vitin 1966 ka emituar mbi 200 role dhe më shumë se 40 premiera. Në të gjitha shfaqjet e estradës ajo ka qenë prezantuese e programeve, që I përcillte me mjaft kulturë dhe elegancë. Pal mjeshtërisë së lartë të aktrimit, realizonte për herë një lidhje organike e organizmave të gjithë spektaklit. Recitimet e saj të paharrueshme, përmes një atmosfere të ngrohtë e entuziaste, krijonte në çdo shfaqje emocione të veçanta e të papërshëritshme tek spektatori I shumëdashëm Pierak. Talenti I rezistuar dhe demonstruar I fuqishëm I Terezinës ka tërhequr për herë vëmendjen e kritikëve dhe jurive artistike. Terezina Gjerazi ka qenë një talent I natyrshëm që e dallonte nga çdo gjini të artit skenik, që e bënte atë të shquhej në të gjitha trupat artistike në të gjithë vendin si një artiste mjaft e kompletuar. Pasioni për arti nuk u shua asnjëherë në qenien e saj. Gjatë kohës që përjedhoi të luftës së klasave, ajo u detyrua të punonte në ndërmarrjen ushqimore në Fier, me vullnet dhe me punë të madhe këmbgulse. Ajo krijoi, drejtoi dhe luajti edhe vetë në përbërjen e tij grupin e amatorë të estradës e teatrit të kësaj ndërmarrje, duke vënë në skenë, përveç disa shfaqjeve variateve dhe estradave, edhe disa drama nga më të arrirat e dramaturgjisë shqiptare, si Mulliri I Kostbardhit, Kilometri 27, Familja e Peshkatarit, me të cilën në Olimpiadën Kombëtare të Teatrove u nderua me çmimin e parë si regjizore, me çmimin e parë si aktoria më e mirë, si dhe me çmimin e parë si trup artistike. Terezina Gjerazi mbeti dhe është për herë një aktore e madhe shqiptare. Tani unë do të kaloja edhe tek Piro Gjerazi. Piro Gjerazi lindur më 10 nëntor 1932 në Fier, I biri I Kolit dhe Theodora Gjerazi. Shkollën fillore dhe unike ka mbaruar në Fier, ndërsa më vonë ka kryer Liceun Artistik Dega Dramaturgji. Ka punuar fillimisht si punonjës I Shtëpisë së Kulturës. Më vonë në vitin 1951 ka qenë regjisor I Shtëpisë së Kulturës dhe në vitin 1953. Ka vënë në skenë shumë drama e komedi, Në Ngështenjat e Pragës, Bluzat e Bardha, Dega e Gjelbërt. Ka fituar çmimin e tretë në Olimpiadën Kombëtare të Teatrove me dramën Dega e Gjelbërt. Ka qenë drejtori I kinemas, pjesëtari I grupit të parë të valleve dhe këngëve popullore në qytetin e Fierit, drejtori I Shtëpisë Kulturës, si dhe përpara se të dilte në pension, ka qenë dhe ekonomist pranë Parkut të Madhrave. Atëherë unë ju uroj edhe një herë mirëmbrëma dhe ju falenderoj që u pranuat ftesën për të ardhur në emisionin Kolazh. Faleminderit dhe juve. Ju faleminderit dhe juve për ftesën që na bët. Doja ta nisja bisedën me juve, Tereza. Duke lexuar nga CV-ja juaj ishte shumë me një aktivitet shumë, me një larmishmëri aktivitetesh, e keni filluar shumë shpejt, mund të thuash që në vitin 1945, keni mbaruar për dramaturgji. Doja të pyesja, çfarë është për juve teatri? Teatri për mua është gjithçka. Teatri për mua është jeta. Unë e njoha veten time në teatr. Dhe dalja nga radhët e aktorëve, për mua ka qenë fatkeqësi. Ishte koha. Ishte periudha e. Ishte periudha, ishte lufta e klasave. Kjo më mori edhe mua.
Kjo është gjithçka? Do të flisja pak për karrierën tuaj artistike. Keni filluar fillimisht në çfarë moshë keni luajtur në estradën e tjerit? Shumë herët. Nuk e kam filluar me estradë, po e kam filluar me një grup të vogël, se unë jam katolike dhe fillimi im ka qenë parashkolloria bëheshe të Murgeshat. Atje kam pas rolin e parë të një angjëlli, që ndoshta ky angjëll më udhëhoqi në rrugën e teatrit. Pastaj kaluan vitet, në klasën e parë, në të dytën, erdhi çlirimi i qytetit Fierit. Entuziazmi i ditës së çlirimit që kishte përfshirë të gjithë, më përfshiu edhe mua. Kishim krijuar vetë një grup të vogël dhe ditën e çlirimit këndonim dhe kërcenim me aq sa dinim. Bile këtu kam edhe një... Po, mund t'i tregoni fotografi? Po. Bas disa ditësh, jo shumë, u bë një manifestim i madh në qytetin e Fierit, ku mori pjesë gjithë populli i Fierit. Dikush, ku isha unë duke kërcyer, më mori dhe më vuri në një podium lëvizës. Që atë ditë, ka qenë dita e parë e daljes në podium, ishte dhe dita e parë e fillimit të punës artistike. Pastaj më vonë që u krijua shtëpia e rinisë. Edhe më vonë u quajt dhe shtëpia e kulturës, Marika Kalamata. Një grua me talent, ishte edukatore në Kopsht, krijoi grupin e parë të vajzave të valleve. Në atë grup të parë kam qenë edhe unë. Ja, këtu është një fotografi e rrallë me vajzat e grupit të valleve. Duke bërë manifestim, në? Këtu jemi duke shkuar në fushën e sportit për manifestimin e fundit të vitit shkollor. Pastaj shkova në shkollë 8 vjeçare, si ta quash, ishte unike ajo. 2 vitet e fundit të shkollës unike, unë kam qenë komandante qete dhe isha organizatorja e punës artistike në shkollë. Së bashku me një profesor, Paulin Çapaliku, ka qenë një shkodran, profesori letërsisë, organizonim çfaqje nga më të ndryshmet, me atë kapacitet që kanë fëmijët e asaj moshe, sigurisht. Po krahas aktivitetit artistik, unë kam pasur dhe një aktivitet të gjerë sportiv. Po, do të flasim më vonë për të, po. Po janë të kësaj periude, prandaj e nisa. Atëhere, po. Do desha të kaloja tek bashkëshorti juaj, për mos ta lënë atë të ngjelheshtje. Piro, ju keni qenë drejtori i Shtëpisë së Kulturës, njëkohësisht regjizori i Shtëpisë së Kulturës në vitin 1951-53 dhe më pas largimit të Llazar Veris. Çfarë ju ka lidhur juve me artin? Unë jetën time si punonjës e kam filluar në Shtëpinë e Kulturës. Kam qenë punonjës i thjesht, organika e Shtëpisë së Kulturës atëherë ishte kufizuar me 3 vetë. Ishte drejtori, regjizori edhe unë, si punonjës i 3. Aty e kam filluar punën. Gjatë kohës që punoja në Shtëpinë e Kulturës, unë aktivizohesha jo vetëm në teatrin diletant, po edhe në aktivitetet e tjera që organizon dhe Shtëpia e Kulturës. Fjeri ka qenë një qytet i vogël dhe ne që ishim të aktivizuar në këtë institucion, bërim pjesë në të gjitha aktivitetet që organizoheshin pranë tij. Unë u inkuadrova njëkohësisht edhe në grupin e këngëve dhe vallëve popullore. Jo si këngëtar, po si valltar. Bile kam një fotografi të asaj periudhe, ku kemi shkuar në festivalin e parë kombëtar të këngëve dhe vallëve popullore. Grupi ynë atëre është nderuar me çmimin e 3. Po krahas këtij aktiviteti, që ishte për mua një aktivitet sekondar, ishte aktivitet teatrit. Unë me lë pjesë së bashku me shokët e mi në të gjitha çaqjet që organizon dhe Shtëpia e Kulturës në drejtimin e Llazar Veris si regjizor.
Aktorët e fare të ati grupi kanë qenë Leonida Prifti, Omera Gjia, Tashko Lakua, Lake Panajoti, Marika Kalamata, Liridi Mitri, edhe në një tjetër që ndoshta nuk e sjell dot në mend tani. Ne kemi filluar të lozim që në fillimet e punës tonë si aktor, disa drama me pesh për kohën. Sigurisht ishin pjesë të drama të dramaturgjisë së huaj, për arsye se dramaturgjia shqiptare në periudhë nuk kishte nuk kishte filluar akoma, me përjashtim të një pjesë të Foqion Pastolit, siç ishin ose të Çajupit në një pjesë siç ishte komedia Pas vdekjes, ose Lulja e kujtimit e Foqion Pastolit. Kështu që për herë të parë janë vënë pjesë të autorëve të huaj. Mbaj mend që një ndër ato pjesët e para ka qenë Në Ngështenjat e Pragës. Ishte një pjesë me origjinë çeke, çekoslovake, një autor çek. Pas asaj u bën pjesë të tjera që erdhën me radhë si vazhdimësi e punës tonë, se ne sa marronim një pjesë, sa fillonim ta shfaqim atë, fillonim përgatitet për një pjesë tjetër. Dhe sa më kujtohet atëherë kemi vënë në skenë një ditë pushimi në vilën midis bredhave. Një pjesë e bukur ajo që për kohën bëri emër, domethënë. Është një moment i asaj skene. Mbas skenës, mbas kësaj pjese, janë dhe pjesë të tjera, pasaj komedia Pas vdekjes, Njerëz me bluzat të bardha, e të tjera që ndoshta nuk e kujtoj dot tani. Një pjesë, disa pjesë prej këtyre kam bërë edhe unë në skenë basike se Lazar Veris. Unë kisha kryer një kurs në teatrin popullor, edhe Kuriku Lazari, që krijoi teatrin e kukullave në Tiranë, unë mu desh për një 2 vjet e sa të drejtoja grupin teatral të Shtëpisë Kulturës. Dhe atëherë kam rivend në skenë, në Ngështenjat e Pragës. Kam bërë një njerëz me bluzat të bardha një pjesë. Kam bërë një komedi Dega e Gjelbërt, një autori sovjetik, me të cilin e shkuam edhe në Olimpiadën teatrale kombëtare që u organizuar në Durrës, kemi marrë dhe çmimin e tretë me trupën e teatrit. Këto janë ato fillimet e para, domethënë deri sa i kam ushtri pasaj. Mbas kthimit nga ushtria ka një rrjedh tjetër jeta ime, sepse unë kur erdha nga ushtria për shkak të organike të Shtëpisë Kulturës, kalova në një punë tjetër në Bashkimin Operacional të Rrethit si sekretar. Pastaj kalova drejtori kinema dhe pastaj u riktheva përsëri në Shtëpinë e Kulturës si drejtor. Po. Duhet të pyesja Terezën. Duke lexuar si vin, pash që lënishmëria e jetës suaj artistike ishte madhe, kishte mbi më shumë se 200 role, 40 premiera, keni luar shumë komedi, siç e përmendi dhe bashkëshorti juaj. Mbani mend në një rol që ju ka pëlqyer shumë dhe që nuk doni ta harroni atë? Po. Kur kam qenë diletante, po e filloj njerë. Kemi dhënë Rruga e Madhe, një pjesë sovjetike, kemi pas regjizor Tashko Lakun. Kam pas rolin e kryetare së kolkozit. Me gjithë që e re në mosh, e kam realizuar shumë mirë atë rol. Dhe ndjeja që ai rol më ndiqte nga mbrapa. Pastaj kemi dhënë Familjen e Peshkatarit, me regjizor Lazar Verin. Një pjesë e madhe, bëri bujën teatrin popullor, por kur e bëri dhe teatri Fierit, po thuaj se u barabitëm. Edhe kur e kemi dhënë shfaqje, të gjithë njerëzit kanë menduar që këta janë të gjithë profesionistë, jo diletant. Atje bënin pjesë shumë aktor të Fierit. Fuati, Kujtimi, Leonida, Piroja që ishte djali im, ka pas një rol shumë të bukur, rolin e Veipit, një gungaçe ka realizuar në mënyrë të përsosur. Unë kam pasur rolin e nënës, me gjithë që isha e re, atëhere po mundohesha sigurisht me ndihmën e regjizorit
edhe me vullnetin tim që të realizoja rolin ashtu si duhej. Mund të kem harruar ndonjë, të më falin shokët, po ka qenë një trup diletante që ajo shërbeu për të krijuar estradën profesioniste më vonë. Ka qenë Stavër Gjerazi, ka qenë Neço Pogacia, aktor shumë të mirë. Kështu që filloi, domethënë, kam marrë pjesë në shtënjat e Pragës, në një ditë pushimi. Në të gjitha këto unë kam pasur role shumë të bukura, që jam munduar t'i dalloj nga njëri tjetri, se gjithë secili kishte specifikën e vet. Kam bërë punë, në fakt. Dhe ndihma e regjisorit ka qenë e madhe, dhe ndihma e kolegëve ka qenë e madhe, kemi ndihmuar njëri tjetrin që çfaqa të ishte cilësore, sigurisht. Pira, unë do të pyesja, ju keni punuar, sepse edhe kam disa herë drejtor, keni qenë drejtori i shtëpisë kulturës, i teatrit, si e kujtoni ato kohë tani që jeni larguar nga teatri? Unë duhet të them pak para se të krijohesh estrada profesioniste. Grupi ynë nuk kufizoi vetëm me aktivitetin që bënte në qytet. Ne zakonisht jepim shfaqje, rregullisht domethënë, zakonisht, por rregullisht jepim shfaqje edhe për fshatën. E kam disa fotografi këtu që jepim duke dhënë shfaqje në për fshatra. Grupi diletant? Grupin diletant. Edhe kam përshtypjen se fshati me gjithë atë pak njohuri që kishte për artin e përgjithësi, se vjen nga një prapambetje e madhe, siç dihet historikisht, na priste me shumë ngrohtësi. Ne zakonisht në atë periudhë nuk lëvizim me mjete, se s'kishte edhe mjete transporti atëherë. Ne edhe plaçkat që na duheshin për shfaqje, i mbanim vetë në krah dhe shkonim nga njëri fshat në tjetër. Në shumë e radhë, domethënë, të shkelim gjithë ato zona që ishin të planifikuara për të dhënë shfaqje. Ja, në Terezinë po dërgon disa fotografi. Po shikoj kur kemi plaçkat në dorë, këto janë të vogla dhe ndoshta kamera nuk i kap, po janë shumë interesante. Po. Ja dhe ajo fotografia tjetër me ja dhe këtu, shfaqje në një podium ashtu. Të improvizuar. Të improvizuar. Ja dhe këtu. Aty ka qenë të ngarkuar. Të gjithë në këmbë. Unë do të them që arti atëre ishte ne punonim me një sistem sovjetik në artin dramatik, që quhej sistemi Stanislavski. Edhe pastaj më vonë filluan të futeshin dhe sistemet të tjera, jo sistemi Bertolt Brechtit, që ka dhe një revolucion në zhvillimin e dramaturgjisë. Po, unë i përkas atij brezit që jemi edukuar me atë mënyrë, me atë sistem, me atë stil interpretimi. Dhe për atë kohë kam nostalgji pikërisht për atë lloj pune që bëhesh atëherë. Edhe kur shikoj tani disa shfaqje të reja me sigurisht në përputhje me kohën, ndoshta, po më duket sikur nuk janë të asaj forme ose të atij morali që predikohet domethënë për të pasur një moral të shëndoshëm. Ka janë çik më liberale. Për brezin tim. Të rinjit sigurisht i pranojnë, i pëlqejnë, edhe i duart Rokasin, unë nuk jam në kundërshtim dhe nuk jam kundër atyre. Do të ishte kënaqësi edhe për telespektatorin nëse do të na recitoni një poezi të shkurtër. Mua mu pre puna në mes. Dhe mbasi jam pushuar nga puna, Tashko Lako ka bërë një shkrim për mua. I ruani të gazetat, i ruani të gjitha materialet. Po, të gjitha materialet, sigurisht. Është gjë shumë e mirë. U pre ëndra në mes, thot Tashkoja. Dhe vërtet ashtu është. Dhe unë kam disa vargje për këtë punë. Ma vrane ëndrën. Ishte shumë e bukur. E dhunuan. Prandaj u bë gjak dhe u përflak.
Më vra në ëndrën kur unë isha shumë e lumtur. Më dhënuan rinin, gjenë më të bukur. Më vra në ëndrën dhe e dini se që bënin? Këndonin, qeshnin e qeshnin sa, si thash, qeshnin, jo zotrinj. Ata s'dinin të qeshnin, po vetëm ngërdhesheshin dhe me ëndrën time përlesheshin. Mos një thash, që ka bërë ëndra ime? Lereni të qetë. Ju lutem, mos ma vrisni ëndrën. Ju lutem, mos ma vrisni kurse si. Se bashkë me ëndrën, ju po vrisni dhe një lumturi. S'më dëgjuan. Ma vranë ëndrën. E më vranë edhe mua. Do shta pak e emocionuar, sepse këto vargje janë vërtet prekës. Janë vërtet të jetës time. Ndodhin. Ndodhin, edhe ndodhin. Kjo është lufta e klasave, e bëri punën e vetë. E quani, domethënë, karrierën tuaj se është një ëndër, mendoni se nuk e keni realizuar atë ëndër? Jo, se kam realizuar. Nuk e kam realizuar. Nuk më lanë ta realizoja. Unë kisha shumë dëshirë që të dilja në pension aktore. Kam dalë në pension roba qepse. Gje bukur është. Punë arti është edhe ajo. Po, edhe ajo është punë krijuese. Po, nuk është ajo punë që doja unë. Që të dalim nga modestia, Terezina ka qenë aktore me se. Juve e thatë edhe vetë aty në atë... Në si vinë që lexuat. Si vinë që lexuat. Po për kohën ishte një artiste që shkëlqente. Bile neve që sa po ishim martuar, na u bën disa ftesa. Bile disa transferime zyrtare për në Vlorë, për në Durrës, teatrin, kishë krijuar teatro këto, kurse në Fier deri në atë kohë ishte vetëm në strada. Që të shkonim në teatrin e Vlorës, ishte qartë Vlora, bile Terezina është pushuar nga puna dhe është lërë një muaj sa pa punë se nuk zbatoi vendimin për shkuar. Nuk e tradhonte. Jo, ishte një problem. Se unë isha në atë periudhë isha komunist, edhe mua më thresin komitetin e partisë dhe më thoshin që detyrë partije nuk do ikni nga Fieri, do rrini këtu. Ishin ca historit budallit të asaj kohë, po kështu edhe në Durrës. Bile, kur vajtëm një në Tiranë me Terezinën, takojemi me drejtorin e teatrit kombëtar që ka qenë një artist i talentuar, një teoricien i teatrit shqiptar, një Gjemal Broja. Më falë, bëj një parantes, e kemi pasur edhe profesor të historisë artit dramatik. Kur vazhdonin liceun. Ai na detyroi delegati që Terezina, se bëhej fjalë për Terezinë, të shkonte në teatrin popullor. Edhe këtë la e penguam, nuk shkoi dot. Bile ishte caktuar të një rol për Terezinën, vjeshe një pjesë kineze atëre, vajza me flokë të thinjë, Terezina do kishte rolin e asaj vajzës me flokë të thinjë. Po që nuk realizuar dot, ishte ajo ndërhyrja e komitetit partisë, ato presionet që bëheshin ndaj meje, që përsaj në fund fare se patën përgjigje që më plaknin dhe mua bashkë me Terezinën. Kështu që ne humbëm disa shanse, Terezinës domethënë, humbëm disa shanse në jetë. Terezina shquheshe si aktore, jo këtu në Fier, po edhe në shkalla republike. Unë nuk e di nëse u përmend aty, kur është bërë festivali parë i recituesave, ku merrin pjesë disa artista në ze atje në atë festival, kujtim s'pa i vogli, në Frashri, Shefin Fanku e tjera tjera. Terezina nderua me çmim deri atje. U emocionua pirua, ka të drejtë, tamam emocion është puna jonë. Ajo heqje ishte e pa drejtë, se ne ju përkushtuam. Po të vazhdojnë jetën artë, dhe ishte një aktor nëse. Unë ju përkushtova punës së artit. Bile ato periuda kur isha dhe unë në Shpinë e Kulturës, bile me zberdhe një akuzat,
kur në pëshuar nga pune që ti ke dashur t'i japësh dhe titullin Terezinës artiste merituar, se ishin bërë propozimet e vinin nga Ministria e Arsimit, Arsim Kulturës, një ministrisë. Po ishte kandidate që në ato vite, që në vitet 65, 66, kandidate për të marrë titull në hartë. Nuk. Kjo ishte paka shumë, domethënë, ajo jeta jo në Për artin kam bërë sakrificat të mëdhaja. Fëmijët i kam rritur në skenë, në për turne. Nuk u morë parasysh asgjë. Gjithaj mundim, gjithaj sakrificë. Gjithaj mundim dhe ajo sakrificë u shua brenda 5 minutave. Unë kam qenë në estradë bashkë me motrën. Edhe motra ime ka qenë valltare në estradë, se ishte një qift valltarësh. Pushuan atë më përpara, pastaj më pushuan dhe mua. Më hoqën dhe familjen nga Fieri, e internuan në Shkodër edhe Shkodra e ktheu në Fier dhe Fieri e çoi në Libofsh, sa që akoma motra ime është në Libofsh. Do me thënë, kjo përndjekje ishte shumë e madhe. Ne një gjë kemi një satisfaksion nga Komiteti i Veteranëve të Luftës me atë librin që votoi figurat të quara se autori, ata janë autorët e atij libri, që më në fund mbas kaq vitesh e rivlerësuan punën e Terezinës, i dhanë në atë libër, domethënë, i dhanë një vend i takonte. I falenderoj me gjithë zemër. I falenderoj sepse evidentuan me të drejtë punën që kisha bërë, nuk ma mohuan. Ai është një komision i gjerë me veteranë të luftës me Veç kësaj unë thash, falenderoj Nuredin Boriqin, që ishte i pari që mori iniciativën të shkruaj për mua në gazetën Republika, ja ku është këtu. Arti, kultura dhe poezia thot nuk njohin kusht. Ashtu është. Ka shkruar Tashko Lako, e falenderoj. Është iniciativë shumë e madhe kjo që kanë pasur ata. Ka shkruar Agim Dollani, një aktor shumë i mirë i estradës, që ndoshta dhe nuk e përmendëm më përpara. Po këta janë të gjithë kolegët e mi, të gjithë bashkëpunëtorët tanë, të gjithë ata që i dham shpirt estradës, i dham shpirt artit në qytetin tonë. Në të gjitha rolet që ka lozur Terezina në përgjithësi ka pas partner ose Fuatin. Në mënyrë të veçantë, Fuatin, Agim Dollanin, Donida Priftin, jam këtu me Fuatin. Kanë qenë në përgjithësi partner të Terezinës. Po Terezina kryen dhe shumë funksione në grupin e estradës, ishte konferenciere, ishte recituese, ishte pjesëmarrëse në skeçe të ndryshme. Ishte shumë planshme në estradë. Edhe mungesa e Terezinës sigurisht krijoi një boshllëk atëre ku jam pushuar më punë. Krijoi një boshllëk. Po, koha pasaj fillojnë i përshtatën gjendjes, edhe grupi i përshtat mungesës, krijoi variante të tjera. Për Terezinën, nga ekrani juaj, dua t'i përshëndes të gjithë shokët, edhe shoqet, që kam pas në trupën e estradës. Regjizori im nuk jeton më, Lazari, për atë kam mirënjohje të pakufishme, sepse ai bëri jo mua, po të gjithë trupën që të ecë, në atë drejtim që u dallua gjithmonë, që parfaqësonte qytetin tonë në mënyrë të mrekullueshme. Ç'të bësh, jeta bën të sajnë. Megjithatë, një pjesë e mirë e grupit një pjesë e mirë e grupit estradës, ashtu shtëpisë kulturës, ne na kanë qendruar edhe më vonë pranë. Po. I keni mbajtur lidhjet, i keni ruajtur lidhjet. Po. I ka ardhur keq për atë që. Prandaj them që i përshëndes. Se atëherë ishte edhe rrezik të komunikoje shumë njerëz të goditur për shkak të luftës klasave. Edhe ne shpeshherë ju shmangeshin. Po ata e kanë bërë vetëm kështu domethënë të guximshëm, nuk janë varuetja e konsideratave të marrëdhënieve me ne. Unë kam shumë respekt për shumë nga ata që na kanë qendruar afër në ato ditë, jo Delaver Mukaj, Agim Dollani, e shumë të tjerë tani që të mos rrit bëj listë. Lazarve janë në mënyrë të veçantë, kemi pasur shok. Uranin, shoqja. Shoqja e Lazarit. E të tjera.
Në përgjithësi, ne kemi respekt për ta dhe i përshëndesim në këtë emision. Edhe ne i përshëndesim gjithashtu bashkë me ju. Nëse një regjizor ju bën kërkesë për t'ju dhënë një rol, do ta pranoni megjithëse keni dalë në pension dhe jeni në këtë moshë? Dy janë përgjigjet. Po ose jo. Po këto përgjigje jepen në kohën e dur. Në qoftë se unë do shikoja që mbi tavolinën time do vijej një pjesë teatrale, atëherë do mendoja që do ta merja ose nuk do ta merja. Po dëshirën për të luajtur e kam pasur dhe e kam. Nëpërmjet televizionit të bëjmë thirrje edhe atyre regjisorëve që ta rikthejnë edhe një herë në skenë Terezinën. Unë dua të nënvizoj edhe diçka tjetër që kur bëhet 35 vjetori a 40 vjetori e estradës këtu në qytetin e Firit, ne na rezervuan një pritje të veçantë. Po. Edhe u duk sikur ai përvjetor ishte më shumë një autokritik ose si më thënë një dashamirësi për ne që mbas kaq vitesh domethënë u ribashkuam dhe kujtuam ato vitet e para të krijimit të estradës, jo të teatrit, se teatri ka fillim shumë para nga estrada. Dua të shtoj diçka këtu, në atë përvjetor isha shumë e emocionuar. Shikoja shok edhe shoqe që kisha 30 vjet pa i parë. Atje u bashkuam edhe një herë. Atje pash që vërtet gjatë gjithë këtyre viteve pas kam jetuar diku në fundin e zemrës tyre. Ajo përshëndetje, ajo ngrohtësi e asaj dite më bëri që të mos e harroj kurrë. I përshëndes edhe një herë shokët e mi dhe shoqet. Mira, unë do të thosha, nëse do të krahasonim periudhën e atëhershme të teatrit, zhvillimet e tij, vendosjen e pjesëve teatrale, drama, komedi, me arritjet e teatrit sot, ka dallim? Unë është e vështirë të Arritje ka? Unë jam shkëputur shumë shpejt nga skenat edhe nga kontaktet me jetën artistike e kulturale. Ashtu u zhvilluan ngjarjet. Po unë me thënë të vërtetën kam nostalgji për atë dramaturgji, për atë skenë, për atë lojë që bëheshin ato vitet kur kam qenë edhe vetë pjesëtar. Tashi sikur ka një farë liberalizim teatri, që e sidomos varietet. Unë me thënë të vërtetën nuk jam shumë i kënaqur me disa interpretime edhe me disa banalitete që përcillen nëpërmes varieteteve. Është e nevojshme ta imponojmë të qeshurin me banalitete spektatorit. Është e nevojshme të krijojmë një humor pozitiv, ta bëjmë të qeshin spektatorin me humor pozitiv, po jo me banalitete, domethënë. T'ja detyrojmë, t'ja sforcojmë të qeshurin. Prandaj them që sigurisht që ka arritje dhe të rinjët ndoshta e kuptojnë në një mënyrë tjetër. Po megjithatë dramaturgjia që është lozur në ato vite ka qenë një dramaturgji e shëndosh, edhe që rrezatonte moral, rrezatonte edukim. Kështu që pjesët që vjen tani janë më tepër pjesë komerciale, që kanë si synim biznesin. Janë të interesuar edhe autorët që shkruajnë ose ata që edhe regjisorët që vënë në skenë, edhe vetë aktorët që lozin në ta zgjedhin zakonisht pjesë me pak njerëz, sepse edhe kanë mënyrën e pagesës nga të ardhurat që kanë nga shfaqja. Edhe nuk mund të them, domethënë, nuk e vënë dyshim atë, nuk jam thash specialist tani, nuk jam shumë kohë që jam shkputur, po e vënë dyshim atë që ka arritje tani më shumë se sa atëherë apo jo. Këtë e vënë dyshim. Unë atë periudhë e ymnizoj, kam nostalgji për atë periudhë, ndoshta jam i asaj moshe, i asaj periudhe, dhe të rinjët e shikojnë ndoshta me një sy tjetër që mundet edhe mos jenë dakord me mua, po unë kështu mendoj. Që sot ka më shumë ujë në art se sa art të Art të vërtet. Dhe tani që jeni shkëputur nga arti, ndiqni pjesët teatrale, shkoni në për... Zakonisht nuk mund të them se shkojmë dendur. Edhe mosha na ka kufizuar çikës nga jeta aktive
artistike, pjesëmarrjes në aktivitet artistike, vemi rrallë, domethënë, shikojmë pjesë ku janë pjesë që ne kemi nostalgji ose kemi dëshirë, ose kanë një emër të mirë, kanë një diskutim të mirë në rrethet shoqërore, po në Tiranë nuk mungojnë kushtet për të parë të gjitha llojet e shfaqjeve të teatrave dhe varieteteve, sepse shumë televizione, edhe të gjitha ato mundohen që të mbushin programet e tyre dhe i shfaqin ato, kështu që ne kemi mundësi të shikojmë edhe nga shtëpia një pjesë të mirë. Po dëshirën për t'i parë e kemi, nuk na ka munguar asnjëherë. Unë do të thosha, Terezina, cila është vlera që juve ja pëlqeni më shumë vetes në atë larmishmërinë tuaj si person? Mendoj sinqeriteti, apo nuk futet? Jo, futet. Në atë kërkesë që keni juve. Jo, futet. Unë kam qenë gjithmonë njeri sinqert dhe e ruaj këtë, tamam si vlerë timen. Kjo është e para, po ti jesh njeri sinqert, çdo gjë e shikon me objektivitet. Me optimizëm. Me optimizëm, me realizëm. Po për juve Piro, cila është vlera që ju ja pëlqeni vetes? Unë, ajo vlerë që i pëlqej vetes është që nuk dua ta shikoj veten time pasiv. Dua të jem gjithmonë një njeri aktiv në jetë. Edhe në moshën që kam, unë jam shumë aktiv në jetën time shoqërore edhe në jetën familjare. Vlerësoj më shumë atë që thotë Terezina, sinqeritetin, se Terezina mund thoshte edhe atë që ka disa vlera të tjera si bashkëshorte, si prind. Si shoqë i jetës keni ka jetë. Si shoqë i jetës, sigurisht. Unë doja të bëj një pyetje nga smuse, si jeni njohur me njëri tjetrin, të dy mbaruar për degën dramaturgji. Shiko, ajo histori është histori çik e ngatërruar domethënë. Po ta themi neve nuk do ta besojnë. Po ata që na njohin, si në ato vitet e feminisë, që mund përmend këtu Leonida Prishtinë ose Fuat Boçin ose njerëz të tjerë që jemi bashkë shok. Jemi rritur në një lagje, kemi jetuar e kanë zona fillin që në shkollën fillore që kështu jemi njojtu, kemi pas shoqëri në ato, në atë periudhë nuk mund të themi se ne kishim relacione, por na pëlqen dhe shoqëria me njëri tjetrin, që ajo pasaj me kalimin e kohës u kaloi pasaj në një jetë bashkëshortore. Ne kemi ka pas shumë rrethana që na bën ne të ishim afër njëri tjetrit, edhe të kishim një marrëdhënie të shëndosh shoqërore dhe më vonë marrëdhënie ato që na quhen martesë. Sepse ne edhe shtëpitë kemi pasur afër me Terezinën. Kemi qenë lagje me shtëpi afër. I mëdha ka punuar ke daja i Terezinës, ai kishte një oficinë mekanike në oborrin e shtëpisë Terezinës. Edhe kishte shumë arsye që ne komunikonim familjarisht, prindët e mi me prindët e Terezinës, ishim si në një shtëpi bashkarisht. Edhe sigurisht që këto kanë ndikuar. Pastaj unë kur kalova regjizori shtëpisë kulturës, Terezina atëre e troqa nga aktivitetet e tjera dhe e futa në grupin teatral atë në 49-50 kështu. Nuk doni ta kishit larg, doni ta kishit më afër. Jo, se shikoja që kisha nevojë edhe për element femër. Atëre nuk para një do të kollaj, se tani flasin njerëzit sikur atëherë ishin sheshi djerat. Atëre konceptet konservatore kanë qenë të tilla që një vajzë që aktivizohej në këto aktivitetet artistike, sportive kishte një opinion mbytës, domethënë. Edhe nuk e shikonin këtë si të moralshme. Edhe prandaj duhet gjenja njerëz, domethënë, që t'i afrohen në grup që të kishin besim tek mua, kishin besim tek. Nëpërmjet Terezinës ju kërkoni të ftonin elemente të tjera. Në fakt, unë në atë periudhë që ndajta regjisor, bara disa reforma në grupin e teatrit, që duke u nisur edhe nga nevoja që kishte teatri për element, edhe nga orientimet që jepeshin atëherë nga Komiteti i Kulturës, se nuk ishte më vete Komiteti i Kulturës, që të fusin në teatri dhe elemente moshave të mëdha. Se ne ishim të gjithë të rinj.
Edhe jo çdo i ri mund të lozë rolin e një plakurit moshatarit, domethënë, dhe atëre futa në grupin e teatrit, unë i kam marrë, le më thonë ndonjëherë më thotë si doj. Mirço Pogaçën, Stavri Gjerazin, një Shelmet Berisha, një Sylvia Minarolli, që ishin njerëz me mosha më të mëdha nga ne, edhe që përputheshin shumë mirë me rolet që kishin për rolet ashtu. Edhe kështu mora Terezinën, kishte një shoqe të ngushtë Terezina Evelina Sotira, mora edhe të shoqen e Terezinës, që kompletohuam, si me thënë, grupin mbasi ne na munguan, na ikën disa nga elementi femër në grupin e teatrit. Marika Kalamata shkoi në teatrin popullor. Një Liri Dimitri, ajo shkoi në Tiranë me familjen, edhe Lazari e mori, që ishte regjizori i teatrit Kukllave, e mori në teatrin e Kukllave Lirin. Kështu që elementi femër filloi të zvogloi. Kishin pasaj dy motrat Muço, Leila dhe Vilhelmina Muço, që edhe ato aktivizoheshin dhe që ishin të një rreti shoqëror me Terezinën. Kështu që pak a shumë plotësuam për bërjen e grupit me elementi femër. Se meshkujt sigurisht ne ishim goxha, nuk patëm ndonjë lëvizje, domethënë, me përjashtim të ndonjëri si puna Omerit që vazhdoi shkollën, largua tashkua. Po erdhën të tjerë, domethënë, Fuati në atë periudhë ishte teknik, ishte përgjegjës i qendrës së Zerit në Shtëpinë e Kulturës, po u aktivizua më një herë, domethënë. Ndoshta ndonjë vit më vonë nga mua, domethënë, po u bë pjesëtar i grupit teatrit dhe pastaj një nga aktorët më në zet e estradës së Firit. Fuati, Lonida ka qenë një aktor shumë i talentuar, bile mua kur ka ikur Lonida nga estrada më ka ardhur keq, se shkoi me ngritje ndoshta, shkoi drejtori i shtëpisë Pionerit. Po sidoqoftë ai ishte një aktor shumë i talentuar. Argim Dollani. Kishte recitonte disa poezi atëherë që mund të thuheshin edhe si rapsodi. Ato se ishin poezi të stilit popullor. Kujtimi që kishte role tipike. Që në ngrinin e lartë, përmbajtjen e shfaqjes edhe ngrinin lartë spektatorin, ngrinin peshë. Kishte një grup shumë të mirë Fieri në estradë, edhe në teatr dhe si trashëgimni dhe në estradë. Edhe vazhdoi ajo traditë, pastaj më vonë me Luftar Pajin e të tjerë. Shumë artistë të tjerë, derisa erdhi në ditët tona, po tash në ditët tona unë nuk e di se sa punon estrada, po estrada e Fierit. Po sa kohë që ishte pullum kulla, domethënë, leka bunga. Ajo u ngrit akoma më lart nga ana cilësore, sepse pullumi jo vetëm që dinë gjuhë të ujë, po kishte edhe një fantazi shumë të madhe në domethënë edhe shkruan vetë, ja përshtasë pjesët që shkruan dhe tipave që kishte për aktorët që kishte rreth trupës, edhe estrada në atë periudhë përsëri ka shkëlqyer në periudhën janë të paruara ato skeçet që kanë lozur këta, jo do më për Belulin, jo ato pjesët e Luftarit, kush më volli lopën, domethënë ai s'ka faj, ose ai me bashkësit me Gjermanë. Ka shumë pjesë domethënë që janë merit edhe interpretimit të grupit, po edhe merita e atij që ka shkruar, ose një pjesë të dobët sa dojti ta lozësh ajo nuk shkëlqen. Atëre njëjtë një shkëlqim të ri e estrada e Fierit. Tani do të kalojmë pak në jetën bashkëtorë. Doja të pyesja Terezën, ka natyrë xheloze Piru? Jo. Nuk është xheloz. Ne kemi gati 50 vjet që jemi martuar. Duam edhe 2 vjet të vemi 50. Deri tani nuk e kam dalluar këtë cilësitë e Pirua. Ndryshe nuk do isha në teatr. Jo, ka qenë e pa arsyeshme që të bëhesha xheloze, ne ishim bashkë. Natë ditë domethënë. Edhe kur isha aktor, edhe kur isha regjizor, edhe kur isha drejtor, dhe kur kam qenë për një kohë drejtori kinemas, ne ishim gati një institucion aty, bashkërisht aty, rrinin bashkë. Nuk ka pas arsye, nuk më jepte edhe shkaqe që të bëhesh xheloz, se duhet të provokohet që të bëhesh xheloz. Unë nuk provokohesha. Mendoni se dashuria është, e kam pyetje për të dy, është një pjesë të thosha, ose një ndjenjë dashurisë, apo është një gest, një veprim i ulët? Dikush për shembull në emisionin më përpara, unë kam pasur kompozitorin e shuar të Fieri Nikollaj Pulo, edhe kur I kam bërë këtë pyetje, ai tha, siç është gjella, tha që hahet me klip, ashtu është dhe dashuria që ka pak nevojë për xhelozi. Shiko. Varet. Ajo varet nga
e ndjen, se ndjeshmëritë e njerëzve janë të ndryshme, domethënë. Ajo, sigurisht, xhelozia ka brenda edhe dashurinë. Po thash domethënë, ngadonjëherë xhelozia edhe provokohet. Kur nuk ka provokim, në qoftë se të vazhdojmë atë thënien e llaqbulës, që gjella ka nevojë kripa, ajo gjella dhe për krip, po do më thënë të ketë krip me karak, se edhe kur ka më pak ajo nuk është e shishme dhe kur ka më shumë bëhet akoma e pa dëshirueshme. Po nuk ka qenë një thash, për rrethanat në të cilat e kemi punuar, për mënyrën se si kemi punuar, nuk janë krijuar arsye, shkaqe që të ishte xhelozi. Kur ka besim reciprok, xhelozia në përgjithësi nuk le shumë vend për të. Jeni bërë pishman për ndonjë veprim të nxituar? Jo, unë nuk di që të kem bërë ndonjë veprim të nxituar. Në përgjithësi kam qenë njeri i matur në veprimet që kam kryer. Edhe nuk besoj që t'i kem shkelur ndonjërit në kallë. Marrëdhëniet me shokët, me njerëzit i kam mbajtur gjithmonë të mira. Dhe nuk besoj se ka ndonjë gjë që mund të jem penduar që nuk e kam bërë ndryshe, ose nuk e kam bërë më mirë. Unë të pyesja Terezën, mendoni se ka ndonjë gjë që e keni humbur për gjithmonë dhe nuk mendoni se mund të arrini? Kam humbur teatrin. Teatri për mua ka qenë gjithçka. Me te e kisha lidhur jetën. Bëra sakrifica shumë të mëdhaja dhe jam kjo që jam, pa teatr. Do të shkojnë diçka për Terezinën. Një shok, mbasi filluan të rehabilitoheshin disa gjëra, i tha Terezinës, po ja, tash më në fund, ke filluar të rehabilitohesh, i tha. A s'ke pse të ankohesh me ose të mbetesh e pa kënaqur. Edhe Terezina i tha, e ke gabim, i tha. Unë jam e pa kënaqur sepse unë do isha e kënaqur po të kthehesha në ato vite kur më pushuan. Po. Po të më ktheni edhe një herë tjetër në vitin 66 që më pushuan, atëherë do isha në rregull, tha, po mua që nga 66 deri më sot më iku gjithë rinia. Atëherë do kisha teatrin, rinin dhe të gjitha të mirat. Ajo që iku nuk kthehet dot më. Ajo më solli fatkeqësi shumë të mëdha. Ngelimi tek pirua, cila është pika më e dobët e juaj? Pika më e dobët e ime është që në marrëdhënie me njerëzit të shikoj se ka diçka që nuk shkon. Dua që marrëdhëniet t'i kem sa më të mira me të gjithë. Dhe kur shikoj se ka diku dhe një plasje, kjo më shqetëson. Nuk jeni tolerant, domethënë jeni të pëlqen të jesh racional. Jo, unë dua që gjërat të shkojnë normalisht, ashtu siç duhet të shkojnë, pa u treguar shumë tolerant dhe pa u treguar shumë konservator. Që rrjedha të ketë rrjedhë logjike, çdo gjë të ketë një rrjedhë logjike, një rrjedhë normale. Të mos teprohet, po edhe të mos nënvlerësohet. Ja, keni trashëguar profesionin tuaj ndonjëherë nga fëmijëve? Fëmijët e mi kanë pasur një fat të keq, domethënë. Unë e deshëm që t'ja trashëgonim, t'ja transmetonim profesionin tonë vajzës, edhe ajo është paraqitur një herë kur mbaroi gjimnazin në një konkurs këtu që u organizua në teatrin e Fierit, dhe bile fitoi. Në atë konkurs kanë qenë në përbërjen e konkursit kryetare ka qenë Vera Zhej. Terezina e përgatiti shumë mirë vajzën për të konkuruar për teatr, bashkë me Hajrie Rondon, edhe ishin të sigurta që do të fitonte aty, dhe e fitoi në fakt. Mirë, po pasaj nga doli ai problemi që tale se ne këta i kemi pushuar për këtë arsye, si do t'i fusim prapë vajzën të merret me artin, ajo ka familjen e gjyshe se ka të internuar e tjera. Edhe nuk i dhanë të drejtë studimi. Ajo më vjen keq për vajzën se ajo ishte talentuar dhe si pianiste, vazhdoi deri në 8 vjeçare shkollën për piano. Nuk i dhanë të drejtën për të konkuruar për shkollën e mesme, e humbi edhe atë shans. Humbi atë shans në fillim, pastaj humbi edhe shansin e teatrit. Ishte gjithmonë ajo për të na mbajtur larg nga sfera e artit, se arti atëherë konsideroi
si mjet i edukimit të partisë, domethënë, si propaganda e partisë. Njerëzit e artit konsideroheshin si propagandistat e vijës së partisë. Se edhe ashtu ishte atë, gjitha pjesët që interpretoheshin kishin partishmëri. Po të mos kishin partishmëri ato nuk vijeshin në skemë. Duhet me dojë mos kur recitonte. Kishte element partie. Po duhet me dojë mos kur prezantosi një skeç ose një recitim, kur bëj një recitim, ta përfundoje me partinë, me shokun e verë, se për ndryshe ai recitimin nuk quhej plot, nuk quhej në përputhje me moralin socialist, komunist. Atëherë kjo ishte biseda me çiftin e Gjerazi. Unë i falenderoj edhe një herë që pranuan ftesën dhe të vini në emisionin Kolazh. Ne ju falenderojmë juve. Falenderojmë. Ne ndjejmë veten të nderuar. Dhe ju urojmë shumë suksese në punën e televizionit të Apollonia, që është një televizion ndoshta i ri, po me perspektivë të madhe. Faleminderit. Atëherë të nderuar teleshikues, bashkë natën e mirë dhe mirupafshim në emisionin tjetër. Faleminderit. Faleminderit.